këtë krahasim. Atëherë, kombëtarja e Shqipërisë, pikën më të fortë ka mbrojtjen. Pikën më të dobët ka finalizimin ose shkurt shqip shënimin e golit. Ne kemi shumë të vështirë, për të shënuar me aksion të rrjedhshëm. Dhe fakti dje treguam që në dy kundërsulme që ne bëm, domethënë e pam se si i bërë. Sepse Sidvinjo nuk e kupton që një futbollist si Hasani, unë nuk them që pse nuk luan sepse është puna e tij, por golat e Hasanit, njëri më i bukur se tjetri na kanë çuar në Europian. Se ato ishin gola që ishin të përkthyera me 3 pikë. Domethënë, portieri Çesni kur ka shënuar golin Aslani me Polonin, i ka thënë mbas ndeshjes e sigurt, ore ku e gjete dhe ku e çove atë topi kishte. Sepse mjafton po të shikosh atë, janë gola për vitrinë. Domethënë, është një nga 3-4 golat më të bukur të eliminatoreve. Mirë, po këto janë. Dhe problemi jonë është që mbrojtja në eliminatorët e Europianit ishte nga më të mirat. Ishte një nga 2-3 mbrojtjet më të mira për sa i përket. Por sulmi, problemi është nuk kemi një Muriq, nuk kemi një Aslan, sepse ne shpresojmë që të kemi një Broja, por Broja vjen në kombëtare me 700 problemet e veta që ka të ekipi atje, sepse punat e ekipi kur Broja është në rregull. Ati çdo gjë i ecën, por ne duam performancë të mirë sportive të ekipit vet, sepse tha një kolegu im, tha, pikërisht ati Bajramit, ju duk porta me rota, tha, se ka që kur ka filluar janari, tha, e deri këtej, tha, ka lujt 40 minuta. Një rastja i Bajramit do ta linte të humbte Kosova? Kush? Shiko, një nga arsyet që ne themi vetvrasje është vetëm ajo. Imagjinoni ai gol që do na bënte ne 0-2 na ishte ndeshja. Edhe pse në futboll nuk flitet po sikur, po e bëre, po se bëre. Sepse ligji i pashkruar në futboll është po nuk bëre, do pësosh.